Historia duhet me shkru edhe një fakt që në zonën ku ka operu Daut Haradinaj me brigadën 131, nuk e kam një civil vram. Nuk e kam një njerit përdhënum, që u burr ose gru. Nuk e kam një që ka vdek mungesë kujdesit. Nuk e kam një rast që Serbia kam rrejë me ma poshnu një djallë luftar me ma nëzot gjallë. Edhe ajo që e thash ma herët, që për një ushtarë shumë rëndësi. Nuk e kam një ushtarë, tu që kësë të vramë, në vija dhe brigadës, në të rëne, që ma ka marrë trupin Serbia. Dhe me thonë, edhe nëse ishtë dash me dek shokët e ti, letë desin. Nëse ishtë dash Daut Haradinaj edhe më vra, me çmimin e vrasit, duhet më vra. Halit Sogën, për shkak këmë thonë i Shqipnisë, është pishat, është plot legjenda për thurin për ta, po vërtetën, për e thëmë sot, nuk e këmë thonë ajerë. Në Kodër Dodës, gati në gjarja në gjajshme me Asimin e këmë. 4 det, me thonë, e këmë lypë trupin e ti. Une kom një farë përshtypje që edhe në luftë edhe gjaku edhe këto, ta ebe një farë ere, njërë vdekun. Në ere këmë gjithë. Me erë dhe me thonë që trupi kur i bëndi sa dhe në shonë një farë erë, edhe në erë i më shkuj e këmë thonë që të zonë që nej do të me konë, edhe nuk e këmë shku. Për besë nuk e këmë ditë që i Shqipnisë. Apo dhe nësë së tash njerës kujtojnë që ja pa kjo kone të jo, është ushtarë, edhe nuk jem kone atë pikë kur o bra. Nuk e këmë pas përgjësinë e parë, dhe me thonë. E di që Serbia, dhe me thonë, skalon armatim pa përdorë për mi thy pikat të Kodra Dodës, i bjena e pjesa tjetër, ka të fish, ka dëqani i Rëzniqi, Kodra mes ratisheve i Rëzniqi, dhe me thonë, është të vërtet që nga kanë një mund fati natyra, se ka rashi edhe disa tenga e mërë në loqë, për i lakështis. Cilat edhe ju ndjekë masë në e, ki pas në pazar dhe qanit i vonë. Po e ku marrë djallin, e ku vërros me nërimet që i kanë taku. Pa e ditë. Pastaj e ku kuptu që Halit Soka kështë të qenë një vullnetar, i ardhën pe Greqia, dhe me thonë i Shqipnis, pjesë Malësis, po migrant në Greqi, edhe shka është të tjetër është me gjatë vla. Me thonë, po, ashtë unë im konë gjera vija, po në atë pikën ku ka ndodhë rasti, unë si im konë heqë. Më shku tek nesë me në mëngjesë, edhe dikon 2-3 det luft, me i marrë atë pozicion, për me nëzonë vijin ku duhet me pasun trupin e djallit tam. I thash me vedije se njerës duhet me kuptu, dhe me thonë që njerës kujtojnë që lufta, pse e shku në luft. Nuk jemi shku në luft. Seni ma gabim që e bënë shqiptari kërë të jemi shku në luft. Ku e shku për lo? Dhe e shku në Marsa, në Hona. Dhe e konë vend tomin. Na që na shku bëzën luft. Ne nga ka shti Serbia në luft. Ata e nartu me na vra, na jemi armatos. Mire këtë sa kem ditë. Kur i një tash akuzat që i bo në Hashimit dhe Kadrise, Rejse, Jakubit. Pa ftyrë, më thënë. Që një vërtet historike që bota e një. Që ka ndodhë në Kosovë. Ta është dhe për shamë, njerëzit si Jakub Krasniqi duhet mu akuzu për gjana cilat Serbia historikisht i ka bo mbi krejt popujt e ishtë Jugoslavisë. Me thekës veçan mbi shqiptarë. E ta është dhe akuzat e Serbisë i qitën në këtyne. Dhe kjo është sene që më vranë shumë. Se të vërtetën tonë nuk o marrën e erë edhe me thonë që ashtu të tratë që është. Edhe kër i thëmë ka njëherë njerëzë, për mos me na u përsërit historie, do të më bo patriota, do të më bo nacionalist, do të me dash venin tonë. O edhe le të idhënohen të ujë, ndërkombëtare, vendore, punë e madhe që idhënohen. Me dash venin tonë, nuk oj gashëm çdo moment më mobilizu me mbrojt venin tonë. E nuk mund është më thyti që ka orë një qeveris, për doj ka veteranin, vjen tjetra e do veteranin. Veterani nuk është i kur një nësë qeveri. Aje që e do venin e vetë, nuk është veç veterani i luftës. Funit. Do të me folë e erë për veteranët e Presheves, që janë shumë. Do të me folë për qëta djemë që i kishtu që janë veteranët e 3 luftëra. Qëta që për ishenë një troqë që anë që po ecën, 3 lufta i kanë kalu. Të mira që i përjeton e i gëzën së të shqiptare në Macedoni, janë merita e shumicët Prishtyne, pa ja u mohu kontributin shqiptarëve të Macedonisë. Asë një herë, dhe më thonë, kanë vlerat e veta, meritat e veta,
mu e përjashtojmë në kontributin se Fadil Nimoni është tujt, i Gërgocit, komandant Tigri. Komandant Tigri u konë zavendës komandant i Daud Radinajt në gardën e Dugaxhinit. Njeri që e ka kry luftën, njeri që e ka kry luftën në Preshev. E ka desh uniformen e të më kës, u armatos me uniformen e vjetër, ju ka bashku shokve, edhe u dek mi tenka Macedoni. Për me pas të drejten me konë të lirë.